Përveç efektit në rënien e kërkesës së shitblerjeve të pasurive të paluajtshme, vijimi i aksioneve të strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për grupet kriminale për pastrim parash, po ndihet edhe tek konsumi në bare dhe restorante. Shoqata e bareve dhe restoranteve pohon se për muajin qershor, konsumi në to ka rënë nga 30 deri në 35% krahasuar me vjet. Në të rësinë e konsumit, sipas shoqatës së bareve dhe restoranteve, ka ndikuar ulja veçanërisht në zonat bregdetare. Në to konsumi edhe për këtë sezon turistik vijon të shfaqet me rënje që arrin deri në 35%, përjashtuar muajin maj, ku tendenca e konsumit u shfaq me rritje krahasuar me muajin maj 2025. Në muajin qershor pati një rënje të konsiderueshme. Pritshmëritë për përmirësim mbeten të vakta për muajin korrik, ndërsa shkaqet kryesore të rënjes së konsumit janë disa. Së pari, hetimet që po kryen SPAK ndaj grupeve kriminale për pastrim parash, të cilat kanë stepur shumë individ të ekspozohen në bare dhe restorante, pra individ që gjenerojnë para me origjinë të dyshimt. Kjo po ndihet veçanërisht në zonën e jugut në Bregdet. Disa prej tyre për t'u ekspozuar në bare dhe restorante kërkojnë ambiente prive, që disa restorante apo bare të konsoliduara nuk e ofrojnë. Ky grup shquhet për një konsum të lartë për frymë dhe shpenzime pa limit për pije të shtrenjta, ndërsa faktori tjetër është rritja e ofertës së strukturave akomoduese në jug të vendit, të cilat ofrojnë shërbim all inclusive, pra të gjitha të përfshira. E përrjedhoi, kjo ka sjellë rënje të konsumit të vaktit të drekës apo darkës në restorante, veçanërisht efekti po ndihet edhe në zonën e Ksamilit. Së treti në Shqipëri, vijon të dominoj turizmi low cost, i kujdesshëm në shpenzime për restorante dhe më tepër konsumon brenda ambienteve të apartamentit, ndërsa për sa i përket çmimeve këtë sezon turistik, nuk ka pasur një rritje të tyre. Shpenzimet mesatare për individ në restorant vijojnë nga 20 deri në 40 euro. Konsumi në bare dhe restorante shënoi një rënje edhe gjatë periudhës janar-shtator 2025, duke ulur me 10 deri në 15% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Në vend janë gjithsej 15.500 bare, nga 22.000 në vitin 2025, duke qenë aktiviteti i dytë më i preferuar në vend, pas biznesit të pakicës. Problematik për sektorin vijon të mbetet edhe vështirësia për gjetjen e punonjësve, por edhe informaliteti për pagat e tyre. Pavarësisht punësimeve të punonjësve të huaj, shoqata e bareve dhe restoranteve llogarit një vakancë vendesh nga 10.000 deri në 20.000 punonjësish.